Një ditë më parë, drejtoresha e filialit të Postës Durrës Elisabeta Mataj u shkarkua, ndërsa shefja financës Valbona Duni kishte dhënë dorëheqjen pas konstatimit nga ana e drejtorisë së përgjithshme për abuzime në administrimin e fondeve. Por situata e krijuar në filialin e Postës në Durrës duket se nuk ka pasur impakt në pikat e shpërndarjes së pensioneve. Procesi ka vijuar ditën e sotme normalisht dhe pa vonesa. Ja, unë era sot s'ka njeri. Mbarove punë shpejt. me një herë. Po. Keni dëgjuar nga bashkëmoshatarët tuaj që të kenë vonesa për gjatë këtij muaji në tërheqjen e pensionit? Jo, s'kam dëgjuar. Gjithmonë kemi marrë. Në datë saktuar kemi marrë. Posta shqiptare ka kërkuar hetim të plotë dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave përgjegjës. Për këtë çështje janë depozituar 3 kallëzime penale nga palët e përfshira. Kallëzimi i parë është bërë nga Posta Shqiptare ndaj drejtoreshës së filialit, shefes së financës, arktarës dhe punonjësve të tjerë. Kallëzimi i dytë është bërë nga shefja e financës ndaj drejtoreshës Mataj, ndërsa kallëzimi i tretë është bërë nga kjo e fundit ndaj Varces Duni. Qytetarët durrësak këtë abuzim që mund të shkojë deri në 3 milion euro e konsiderojnë një ngjarje të rëndë. Po kështu a bo Shqipëria. Kush të hyn pushtet në drejtim, në udhëheqje veç për të vjedhë. Edhe polici më i thjesht kur hyn punë, hyn për të vjedhë. Edhe ai qarkullimi del vetëm për të vjedhë lek. Shqipëria bo gjithë hajni, po që i zoti i shtëpisë hajdut, edhe fëmijët bëhen hajduta. Në prostitucione, gjithandej, ata që marrin me shumicë, e humbasin. Pra marrin një çik për vete, thua ti. Po, pse nuk merrej gjithë dhe mirë. Pra në qoftë se arrit të vjedhë brenda institucionit, dhe në këto përmasa për më tepër, po thonë është merr. Më ke shka. Është vjedhë shpirtate. Të gjitha që vjedhin e bëjnë, shumë bënë burgut. Unë mërëm duke parë në televizor, më tonë që për këtë vajzën, këtë drejtoreshën e kësaj postës, u imagjinova, u impresionova shumë. Ngjarjet e rënda janë shumë to. Leku më i madh që ekziston në Europë është Shqipëria. Mos flasim nga vjen, qysh vjen, pse vjen atë këtu. Dhe dy njerëzit më kryesorë që kanë shkatruar këtë vend, Sali Berisha dhe Edi Rama. Do të jetë hetimi i prokurorisë së Durrësit që pritet të përcaktojë përgjegjësitë konkrete të personave të përfshirë. 3 kallëzimet penale do të bashkohen në një dosje të vetme për të zbardhur këtë ngjarje të paprecedent.